Zemë të alon emision. Janë më ledh, po... O, frëmzova shumë. Une kisha marrë një pauzë pakës. Se? E qështu, mu këthyn ja do tjetës. Që ka me bo nati kur të marrë pauzë, Ja do paragjykime, kanë mytë. Pi falendroj sponsorët ose po lexoj, ti pa problem. Po kanë pak një pauzë. S'ka problem, regjia po thot një pauzë, po da me ndërprej kolla u du të emisionit. Këto paragjykimet qatë shumë kanë lëndu njetë, sa që kur po i përmendi tash, unë po ndihem shumë keq, kështu që ta marrë një pauzë. Okej. Dhe sa i bolla vjen, unë spenoli emisionin se thënë që kypinol, për lexoj pak libra që i përkthen Aslan Huduti, përktheu nga bosnjakishtja me lingujën e urtë, tregimi për kafshët në Kur'an. Mbretëresha e madhe po thotë cila ishte udhëheqëse e të gjitha me lingujna rrinte e qetë në mes të Paris. Çka është? Ai bolla jete, kush? Jam lodh Sadri. Çka e lodh më? Jam lodh prej paragjykimit. Regjia, nëse mundesh më afër, a jeti? Nuk e di a jam, po që kjo çka jam. Çka po regjia nëse mundesh më afër, lutem. I bolla jeti? Po unë jam. E qyshe e ke mbulesën të tash na vole për mbulesa për çdo më bën. Për shkak paragjykimeve kanë menduar se Iqbalja tash ta tregojnë njerëzit, a është Iqbalja me ndryshe? A është Iqbalja tjetër, a ka tjetër zemër, a ka tjetër mendime, tjetër karakter? Domethënë ai ke mbulesën. Domethënë ai ke mbulesën te borxhit tonë punë pora. Po, vetëm se më kanë paragjykuar shumë për shkak pamjes time. Wow, po ti thot pak më herët. Çajo shami më ka pru shumë peripecin jetë. Edhe kom vendos. Ke vendos me hek sonte publikisht? Kom vendos sonte, kom me hek e pastaj. A e vënërmo? Nuk besoj. Është e vërtet? Po ta këshyre. Se jam lodh, me të vërtet, jam lodh, po vazhdojnë se jam të provu që shpo më rinë kështu flokët, edhe ta këshyre. Po, a mund është më në recitu sonte me që jemi perik? Po, ndoshta ma ndryshe ma kuptojnë. Qka për në recitu? Kisha marrë me recitu. Po, në dirë shumë që për bënë ekskluzive, dhe më thonë shikus të ndërruar është dishka ekskluzive, i këbolle u duti, e ka hek live mbulesën edhe pse deri tash ta jem kone pora në shtetin shqiptar që e kom nu mbulesën, në Kosovë pak. Qka për në recitan sonde? Sabri, unë do të recitoj, prap jam Iqbale Berisha Huduti. Apo e ti, ja? Po, jam Iqbalja, e kom njëjtin karakter, njëjtin zemër, njëjtat mendime, dhe pasi e dua shumë Naim Frashërin, unë do të recitoj një poezi për Naim Frash. Nga Naim Frashi. Bravo, falenderoj shumë regjia për... Bagëti e bujqësi që po thuaj se çdo kush shqiptar që është pak e din këtë poezi. O malet e Shqipërisë, o julisa të gjatë, fushat e gjëra me lule, ju kam ndërmend ditë e natë. Ju bregore bukuroshe, e ju lumenje të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje dhe pyje të gjelbëruara. Do të këndoj bagëtin, që mbani ju e ushqeni, e vendëthit e bekuar, ju mendjen ma dëfreni. Ti, Shqipëri, më jep nder, më jep emrin shqipëtar. Zemrën ti më gatove, plot me dëshirë dhe me zjarë. Ti, Shqipëri, më jep nder, më jep emrin shqipëtar. Zemrën ti më gatove me dëshirë dhe me zjarë. Shqipëri, o mëma ime, ndo se jam i mërguar, dashurin tënde kur zemra se ka harruar. Bravo, Dara Tërgjidje, bravo. Faleminderit shumë zonja Iqballe. E di që kena me morë kritika tim, fakt se jo në ju,
Po provoj që shtu, ndoshta pa Faleminderit regjia për muzikën, po? Ka me izbut para gjykimet, e ta kuptojnë se Iqbalja nuk është iraniane, nuk është arabe, O shqiptare? Nuk është turke, jam shqiptare, mbi të gjitha jam atdhetare, kom lind në Prizren, jam rrit në Prizren. Fshati i babgjyshit tim është në mes të Tropojes edhe Pukës, quhet fshati Berisha. Inshallah kur të ma hekin nën gratën, Apo ma besën kështë publikisht, kur ta hekin nën gratën që kime shku që shtu me qëtë flu? Besën veç Zotit mundim ja dhënë, besën njëherë ja kum dhënë Zotit, po sot e bona një loj aktrimi se gjithmonë aktrimi më ka pëlqy. Po? Më ka pëlqy edhe... Ja, po publikisht i bon se heki flu? Po, jo, që tash komplet mundim me hek. Që kështë? E pas ke mbulese më ish? Se s'po ndihem mirë. Ju, a? Ja, s'po ndihem mirë. Okej. S'po ndihem mirë, respekt për gjitha motrat, sepse ajo më është bo mu mbulese. Jo, respekt